Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në ekranin e Report TV, ku si çdo ditë dhe ditën e sotme do të jemi rreth një orë bashkë në transmetim. Dhe redaksia e emisionit Pa Gjurmë ka vendosur të sjellë një histori të dhimbshme të një nëne nga Vlora, 63 vjeç, Lulzime Hajdini, e cila ka vendosur të vinë në studio të rrëfejë jetën e saj të vështirë dhe të kërkojë ndihmë për të bijën e saj Mariola. Zonja Lulzime ndodhet me mua, unë menjëherë dua ta përshëndes. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Dhe qa kënaqësi është për mua që sot në këtë ditë, në këtë festë kombëtare, 28. Shumë e mira janë Tereza. Jo, unë jam gazetare, nuk jam nën Tereza. Po ta të përqafoj pak, më dhurove lule, flamurin. Gëzuar festat dhe qoftë një vit i mbar për të gjithë dhe të urojmë të gjithë shqiptarë që janë duke na ndjekur në këto momente. Dhe sinqerisht më vjen shumë mirë që sot Lulzimja e ftuara ime me këtë detaj kaq të rëndësishëm për festën tonë kombëtare, festat e 28-29 nëntorit, më ka sjell këtë flamurin tonë të bukur, kuqezi, dhe lulet i ka zgjedhur sot po të kuqet. Falenderoj nga zemra. Për lulet dhe flamurit do t'i vendos këtu te tavolina ime dhe qoftë një vit i mbar për ju, për çdo shqiptar që kudo ku ndodhet, mbarësi, lumturi dhe e fat. E dashur Lulzime, jemi të dyja sot në këtë studio sepse ju po bëni një jetë të vështirë në qytetin e Vlorës. Shumë të vështirë. Në Orikum të Vlorës. Në Orikum të Vlorës. Shumë. Me vajzën tuaj Mariola. Shumë. 15 vjetë. Që ku kam marrë shkollën, nuk e kam përjetuar shumë keq. Në djenin time dhe nga informacione që më ka dhënë gazetarja Klaudia, më ka treguar që ka qenë një nxënëse ekselente. E para. Çfarë ka ndodhur me vajzën tuaj? Mariola ka mësuar shumë mirë. Mbaroi provimet të mesme, para se të mbaronte provimet Mariola, i çoi mësuesja një 7, 8, nuk e di 7. Ajo qa bëri, pëse 7 do më qëjë mësusja mua në matematikë, sa unë mësoj për 10, gjithë të vajtur, mori regjistrin, edhe e qëj 10, e bëri 10. Me i shoqe, mori i shoqe, e bëri 10. Atje mësusja, lajmëron drejtoreshën. E penalizoj. Po, e lajmëron drejtoreshën, tha kështu, më foli mua, mësa mua këtu, sa, ishte para të zip të provimet. I thashun, po janë nga ajo që mëson edhe i duket të thashun, pse i qove 7. E përjetoj atë notë 7 që mori. Edhe qoj 10 vetë, regjistrin. Më regjistrin qoj 10. Por do ma tërgosh, do ma rëfesh të gjithë historinë e vajzës, por më lijo të prezantoj dhe një material, një kronik që ne kemi përgatitur. Gazetarja Klaudia ka përgatitur një material enkas për historinë tuaj dashur Lulzime. Do e ndjekim në këto momente dhe rikthehemi të dëgjojmë rrëfimin e kësaj 63 vjeçare. U martua pa dëshirë në një moshë fare të re dhe jeta e buri përballë shumë vuajtjeve. Kjo është historia e 63 vjeçares Lulzime Hajdini nga Vlora, një nënë që sot kërkon ndihmë për vajzën e saj, Mariolën, një 35 vjeçare me një ëndër të thyer. Mariola ka qenë një nxënëse ekselente, me ambicie dhe dashuri për librat, por ajo nuk arriti të vazhdonte studimet e larta. Babai i saj, i papërgjeshëm dhe i dhunshëm, e ndaloi të regjistrojë në universitet. Madje dhe lekët e shkollës, që ajo i priste si shpresë për të ardhmen, ai i shpenzoi në alkool. Një baba që i preu krahët vajzës së tij dhe një nën pa fuqi të kundërvijej dhunës. Sot 35 vjeçaria vua nga depresioni i thellë, ka tentuar vetvrasjen dhe pjesën më të madhe të ditës e kalon në efektin e mjekimeve në gjumë, por brenda saj ende jeton një dëshirë e madhe, të blej libra, të ulet në auditorët e universitetit, të ndihet si çdo bashkëmoshatar i saj. E vetja mbështetje e resë është e ëma. Lulzimja, e cila nuk ka njohur kurrë lumturinë në martesë, sot ka vetëm një mision, të kujdeset për vajzën dhe të rikthejë asaj ëndrrën për shkollën. Një nënë që u nënshtroi goditjeve të burrit, por që sot gjen forcën për të ngritur për të bijën. Në varfëri të thellë, ku shpesh mbijetojnë falfshinjve që ju japin ushqime dhe rroba, Lulzimja vjen në një studio televizive jo për mëshirë, por për të qëndruar krah vajzës së saj. Ajo kërkon vetëm një mundësi, që Mariola të bëhet një vajzë e realizuar, ashtu si gjithë bashkëmoshatarët e saj. Kjo është historia e dhimbshme e një nëne e cila sot le të themi është bërë kujdestarja ligjore për të bijën e saj që po përjeton momente të vështira, pikërisht Mariola, 35 vjeçaria. I dashur Lulzime, dëgjova edhe në materialin e përgatitur që jeta juaj ka qenë shumë e vështirë dhe me bashkëshortin. Shumë, se nga mërzitje e vajzës ai pi. Ajo i flet pse pi babi, ai më keq bëhet. I flasë njerëz e tia komplet, ai më keq, se nuk e përball ashtu dot.
bashorti është përdorus i alkoolit? Nuk ka qenë, ja tani për punë e shkollës vajzë, nuk ka qenë shumë i Por mirë. çfarë ndodhi me shkollën e vajzës? Pse babai nuk e regjistroi? Shkolla e vajzës, ja, e fillova për punë që çoj notën. Jo, ndalemi te shkolla e lartë, sepse ëndra e saj që nuk realizua shkolla e lartë, që s'mundi dot, dhe dëgjova në material që babai prishi lekët dhe nuk e regjistroi gocën. Dhe i doli turizmi, e kam këtu, i doli turizmi në Vlorë. Ditën e tretë vajta regjistova. E kam regjistruar turizmin, ditën e tretë në Vlorë. Mi ke sjellë gjitha dokumente. Ajo kishte hedhur 2 preferenca, dhe psikologjinë. Të besoj që i ke bërë regjistrimin të gjitha. Ja. Por mund t'i lësh aty të gjitha ato dokumenta, sepse flet regjistrimi paraprake, sigurisht, për vajzën tuaj, e regjistruar në Universitetin Ismail Qemali Vlorë, Dega Turizëm, ku ka edhe datën dhe firmën e kryesekretares të universitetit, dekani i kësaj, dhe është e qartë. Mas një jave tani më thonë që ka dalë në gazetë. Ka dalë për psikologjinë Tiranë. Vajza tani e pa në gazetë. E dashur Lulzime, përpara se të marrë vesh të gjithë moment të vështirë që vajza ka përjetuar, pse nuk e ndoq që ëndrrën e saj për shkollën e lartë, unë dua dhe të pyes, ke bërë një jetë të vështirë? Shumë, më mirë kisha punuar me kazën, se buri se më ka lëdhe në punë të vija, më mirë kisha punuar, e ta kisha atë vajzën kisha quar këtu në Tiranë, ose të kisha shita shtëpi, e kështu këtu mos kisha jetuar kështu kaq keq. Kam përjetuar shumë keq e përjetoj. Ta kisha shita shtëpinë e vajzën ta çoja në shkollë punë saj, kisha qenë shumë e qetë. Edhe ajo do ishte në punë saj, do ishte shumë e qetë, dhe ajo s'është shumë e qetë fare. Sepse ajo se do jetën fare, që jetoj kështu, kush isha unë e kush jam tot. S'kam bërë gabim. Gjendja e saj është e rënduar? Pa ajo, mas shkollës, po thash, mas një jave të kësaj, më thanë që ka dalë në gazetë psikologjia. Psikologjia kishte vete i them burit. Vete të kjo e Vlorës, i thash, ka dalë psikologjia, digje sa kjo e turizmin. Po si do bëjmë? Në Vlorë, tha, në Tiranë. Në Tiranë dërgoj burin, se unë mbaja pleq. Mbajtu prime, pleq. Në shtëpi. Edhe nuk vija dot. Ai kishte një kushëri këtu, kishte mande nxënës, i thash unë me qese e mbana i nxënës, e se i kushëri, regjistro vajzën e lërë atje, e kemë sigur të regjistro vajzën. Lek s'kisha, më dërgon vllai në Anglia. Për të regjistruar vajzën që ajo të vazhdojnë... Po, se prindemi mbaje, po. E qartë, studimet e larta në Tiranë. Edhe më dërgon vllai lek, i thash vlla, kështu s'kam lek, i thash po, më ashtu ca lek, që i vajzën shkoj, gëzoj, ai shoqyr që pa ta dal vajzën shkolla, tha. Edhe ne gëzuam të gjithë, se a shumë mësonte, ajo thoshte do mësoj vetëm Tiranë, se nuk e dua aurikumin. Edhe mësoj me mesatar 9.8, i ka këtu. Edhe nuk e dua aurikumin, do ikin Tiranë, atje thoshte, atje i doli, se përfundim gëzoj. I them unë burit, e cti, thash unë, se unë se di as shpirin kush i tënë që vetë atje. Po, ishte bashorti që u nis drejt Tiranës për të bërë regjistrimin në universitet. Po, erdhi ai te kushëriri, e mbajti një natë, i tha vajza, na mbajti, na respektoi, na bëri, tha, mante student atje, kishte në aurikumi. E të nesme në mëngjes, vemi të thaj kuqëri, do vemi të regjistoj vajzën të shkolla. Vemi, tha ati buri, nuk ishte emri, kështu më sa. Nuk ishte emri vajzës, tha. Si shme tha, buri, si ishte. Nuk ishte emri vajzës, apo buri nuk e regjistroi? A i thot nuk ishte, kështu më tha, nuk ishte emri, tha. Vjen në shtëpi, tani vajza qanë, me telefon nga Tirana, o ma, pse qanë ti, thashun? Po, nuk u regjistroj babi, tha. Se di, nuk u regjistroj shkollën. Merë pas ta i ipën, vetet e nëna, se kishte nënën në firë. Vete andej, vete këte, mas 2-3 ditë u kësy. I thashëm, po, u vonove, i thashëm 2-3 ditë vajzën, pari gjithua vajza eshe mënësitu për shkollën. Vjen vajza, nisem unë, vinë Tiranë. Po? Atje. Vinë Tiranë, i thashëm, vajza do më kaloj depresion, i thash. Se s'ma regjistove vajzë shkollës, i thash. Tha, nuk është këtu, tha, ishte një grua, nuk e ka emri këtu, tha. Si nuk e ka emri, i thashëm, ka dalë në gazetë. Në gazetë, bile gazeta nuk e di, pati vajza nuk e di se ku e qojet gazetët ja bia. Nuk është, vajta në shpi, nuk regjistoj. Vajza gërëqante, erda prap, i thim vlajt, o vëllat, dërgon të lek, i thash. Ti t'jap asaj të regjistrimin Tiranë, se nuk ma regjistoj. Në dërgon prap vlajt shket ati. Vete ati, i thash, këto lek tavolinë, regjistoj vaj, se vajza po më qanë, do më kalu depresion. Nuk është tu më i zonjë, thaj. Do të ashun në Vlorë, të regjistën në... Vajza nuk ishte fituar, apo... Ajo, ati doli psikologjia në i doli në gazetë. Ajo e përjetoj këtë moment. Po, e përjetoj shumë momenti që nuk u regjistrua në shkollë të lartë dhe nuk vazhdoj studimet e larta në Tiranë. Vlora thoshte është në turizëm, nuk e ashtu ati, ma la, ja, regjistrimi nuk ma pranoj, ja. Po... I takon ati, thanë, Tiranë.
Vajza e përjetoj këtë gjë. E përjetoj shumë keq, e përjetoj. Vajza kishte në një 6 vit që përjetoj këtë keq, edhe mas një viti më vdi babaj. Më erdhën njerëzit, kisha motrë nga Greqia, edhe kishte 2-3 ditë babaj kishte vdekur. I thot Tezja, i thot motra, orla hajde vemi në Vlorë, i thot ke qenë Tezja, vemi ndarim një xhirë, e merr vajzën, vete në Vlorë. Edhe vete në Vlorë, bën ca gjëra dhe kthehet me një fugon, me fugon e Gjena, që ke folur ti. Shqinja juaj, po. E kam që më larkë, shqitje për shumë larkë. Që realisht ajo ka telefonuar dhe ka kërkuar ndihmë për ju dhe është një nga fqinje që është për krate edhe të ndihmon. Ajo shumë fare dhe më ka ndihmuar dhe kam shënuar me lisë gjithë jetën me të. Se do vini njerëzit e dera do më trokisin për lekët. Pse, dhe gjendja ekonomike juaj? Gjendja buris pa pension, pa punë, mosha 74 vjeqe, kraun e kisha thyrë, kraun të thyrë, me krau të thyrë kështu. 3 ra në bicikleta, njeri krau kështu u thyrë. Unë isha me 3 operacione, nuk ashtu në punë, edhe si përfundim ngerëm në gjendje kështu 100.000 lekë të vajzës, ato i kishe sa përveçaj kisha dhe 100.000. Do ma tërgosh, çfarë ndodhi atë ditë në ato udhëtime furgon, por më lejo të kaloj në një hapësirë reklamash. Jemi rikthyer në studio dashur miq, ku ditën e sotme po flasim për një histori të dhimbshme të një nëne nga Vlora me emrin Lulzima Hajdini, e cila po tregon problemet me të bijën e saj Mariola, e cila kishte ëndra të mëdha të vinte në kryeqytet, vazhdonte studimet e larta për psikologji, por nuk mundi dot të vazhdonte këto studime dhe e përjetoi duke ndikuar shumë në psikologjinë e saj dhe ka kaluar disa vite dhe kjo nën sot ka ardhur të kërkojë ndihmë për të bijën. E dashur Lulzime, unë e di që vajza juaj sot dhe pse mjekohet, pi ilaçe, gjendja e saj nuk është fort e mirë, ajo i do libra dhe kërkon të blej libra. Ajo i ka libra, 50 libra. Ka gjetur libra italisht, anglisht, të mesmen. I zotëron këto gjuhë, i flet? Po, i flet anglisht, flet fërgjisht, flet italisht. Është e çuditshme, ajo është e papar. Është zgjuar. Librat ai mang kështu, është e papar. I gjen librat e ndekosha, ai merr i lexon. 50 libra para një javë mori. Ka filluar shkolla, ja fillova shkollën sot tani. I hodhi një herë një nga Italia, i kishte fëmijë, i çoi atje, i gjeti që rastisht pam, gëzoi që i mori, tha, vetë shkollën tash. Në një kosh, le të themi mbeturina, gjeti libra dhe i mori. I hodhi një gjitone atje, I hodhi një gjitone, dhe vajti i mori. Anglisht, italisht edhe të mesmet. Ajo i lexon, i kthem prap. Gëzon tani, jam shkollë sot. Edhe muhabeti që u nis me Fugonin me motrën. Do vinte për nori punë. Fugoni ishte burri i Gjenës. I fqinjës thuaj, po. E Gjenës që shitses. Po, që të kanë ndihmuar ty. Edhe i thot, o servet më, i thot vajza ime, te Kalaja. Te Kalaja e... Te Kalaj Vlorës. E Vlorës. Ati ka rënë njërës ati. Ka rënë njërës ati. Dhe çfarë ndodhi atë ditë? Ati i thot mbaj se dhe vjen për të vijel. E ky mbajti se pa ndeu ky, edhe motra. Mbaj thot ky se do vijel. E mbaj ky, gjithë vajtu ashtu var ati ky. Motra ulërin. Vajza ka tentuar... Po, motra ulërin atë moment që një djathë, që burraj me 2 fëmijë, që shumë i shkaftaj. Gjithë dala ai, ishte me qera në Orikum ai gjithë në Armeni, motra ime e bëri vlla. Gjithë dalë me vrapë pa më theu ai. Mos a kishë mërtyra i vosa jo. Të mërshme. Edhe aji ishte me qira në Orikum e fëmi, punon të Vodafone i këto. Edhe i tha motra, unë kam 2 vlezër që do bëjt 3 vlezër. Kjo që nga alarmante, vajza... Po, që atere. Që nga goxha e rënduar. E kështuar tek mjekët. E shtrova pasaj, mas 3-4 ditë u shtrova vajza. Në spital, në psikiatri, në qytetin e Vlorës. Po, mas 3-4 ditë vajza u shtrova, urgjent. Dhe çfarë kanë thënë mjekët? Mjekët, ja, për punë e shkollës, që është rënduar që ashtu shkollën. Për shkollën, thot ajo. I thënë ata, nuk më qonë në shkollë, i thënë ata, dua shkollën. Vajza ju bën fajtor juve për shkollën? Tani shumë fajtor në bën neve, shumë jam e ne, shumë fajtor në bën. Babajnë dhe ty, që pse nuk arritit vinte në shkollë? Po, shumë fajtor, unë nuk e di fëmije kam, po dihem shumë keqë. Unë kam qenë vajzë edukatore në Qerët, kur jam rritur te prindin, kam mbajtur fëmijët. I kam mbajtur fëmijët. Vajzën tim e rrita deri tani e bëra aq, po të përjetoj ca gjëra na shi që nuk fëmia të kthehet është. Po sot si është gjendja e saj sot që flas? Ajo para një javë ka qenë për të shtruar në spital, ishte rënd. U rëndua sërish. Edhe njoftova doktoreshën, ajo çfarë bëri, nisi ambulancën këtu në Orikun, ta vinte shtronte në Vlorë. Erdhën ata. Jo, nuk vetë atje thanë se jo nuk i duroj me se ka bërë shumë gjilpëra, e shumë surume. Shumë fare, e nuk i duroj dot, nuk vetë atje, nuk jam para atje, pse më bëni kështu, i kujton gjithë ato, nuk dua atje. Qa bëri, kam një infermiere gjitone, kam shumë të mirë, du ma përshëndes, e quajnë Rita. E përshëndesin, zonjën Rita. E kam gjitone më të palat. Që të ndihmon për vajzën. Ajo, dëgjoni vjen me vrap.
Me vrap, më ka ndihmuar shumë fare. Bravo, që ka njerëz. Shumë fare, e kam bazdere ku vajza acarojt, se gjona është rada hyra tjetër të pallati. E më ka ndihmuar jashtë masit, ajo shumë. Erdhi me vrap ajo, dëgjon ajo, me surumin ajo, i tha doktori... Për t'i bërë qetësues. Po, vajtja të doktori, i tha shuk, i tha shumë, lartë nuk, po të vi lartë, i tha shumë, nuk vi lartë ajo. S'është mirë. Mirë do të dërgojmë rritën i fermierën. Erdhja, me surume të gjitha. Dhe e bëjnë në shtëpi, tha. Jo, tha, se ka bërë shumë surume gjilpëra dhe është bërë keqin ato, nuk i duron dot, çfarë këto, nuk ka më vena. Pra, gjendja e vajzës që nga shumë e rënduar. Nuk i bëj këto, tha ajo. Njëm, çfarë bën ajo, njofton, e mirë vesh Vlora. Më thot mua si vajza, gjendje e rëndë. Ambulancë, thanë, orikumit edhe ta nisim, thanë. Erdhi ambulancë, erdhi kjo Rita, që e ka bjetoni më ndihmon shumë, nuk vajti vajza, nuk një mirë atje, nuk dua të bëj surume, këto jam e lodhë. Po, ti e vetme, e kem mbështetjen e bashkëshorti, sepse të përkujdesesh për një vajzë të rritur që ka këto lloj probleme fatkeqësisht është shumë e vështirë. Ai zemra e shikon kështu që bëhet kështu ikën, largohet. Sa acarohet e largohet, ai ngelemun. Ai acarohet se ajo... Pra, babai nuk i qëndron afër vajzës në moment... Nuk i qëndron se ajo acarohet e bëhet shumë keqe të kthehet. Të kthehet në atë moment që acarohet. Kur themi të kthehet të dhunon. Për 5 minuta ajo të kthehet, 5 minuta. Ose do të kthehet, ose do të thyej, ose do përmys televizorat, çdo gjë, ose do bëj gjë. Unë nuk dal jashtë dot se më vjen keq kur ajo fillon atë sikletin e dridhin atë nervore, më vjen si gjyna. Kurse ai ikën, largohet. Mos i tatu se burrat se durojnë dot të gjëra, kupton, ikën ai. Edhe ngele ma shumë... Jo, nuk jam dakord. Burrat nuk i durojnë dot dhe duhet i shmangen problemeve dhe ta lënë nënën e vetme. Mosha tani, mosha të gjitha, qik rakie, qik ato të gjitha në shie. Ka qenë një baba i devotshëm për vajzën e vetë? Ai ka qenë shumë i dashur, fillim, shumë i mirë, këtu e ka majtur. Po vinim të nënë e tja në të pelen, ja këtu e mandën qafë. Se i ka vdek një djallë dhe i përjeton këto të djallë. Apse, ju keni humbur një fëmijë ato jetë? Ka vdek një djallë para vajzë 3 vjetë. Edhe vajza tani qa bën? Merë fotografi, se unë nuk ja tregova fotografi të djallit, se s'doja t'ja tregoja. Fotografin e vllajt? Vllajt, se nuk doja më të pjeton dhe sa kishtë të pritirit e saj. Ajo e mori fotografi, ja thanë. Edhe tani merë fotografi, edhe do njallet vllajt, thot. Se ka lexuar dhe me Jovanja 3 vjetë. A, ka qenë edhe pjesë e dëshmitarëve të Jovaj? Ato e bërë më keq, ato ma bërë më keq. E gënjerin, do të marim këtu në Gjermani, në Amerikë, ato e gënjyen, e bërë më keq vajzën. Ne i thoshim mos lexo me këto, se ke lexuar me dhjeta, s'ke nevojë për këto, këto s'janë të mira. Ato thoshin, ditëlindje mos bëj, mikun mos e bëj, gjitoni mos e bëj, këtë mos bëj, këtë vetëm neve. Do njallesh prap, do vdesë njallesh prap, këto i thoshin ato. Jati dhe unë i thoshin mos, jo, i duat i lexoj, thosha. Çfarë do lexoj unë? Dhe merrte foton e vllajt dhe e bëni që të rëndohen. E të vllajt, nash jo vlla, s'kam vlla të më ndihmojnë, ku vlla, ne qanë një, ku niset mbas dite 5-6 qatit natë, ajo niset vetë për të varezat. Varezat është gjysmore e larg, niset ajo. Ajo paron mbrapa, se kthej dot. Do vetë se do takoj vllan, thot, të më ndihmoj vllai. Aty i them në një kush takoj në një të një orë, i them ma kthej çik. Se ka qenë andi, ka kështu, do e haj në një, se shvon, natën, kur të kujtoj natën, del natën. Vete natën. Edhe i them të më haj në qëtë, kthehet. Jep, do ketë në telefon në dorë, me anë telefon në dorë, çfarë do bëj? Kthehet pas e në rruga, syna telefoni sa e vjen shtëpi pas e. Vjen se telefoni acaron ata, ku shikon ato gjëra që dalin telefon. Nuk e munduar, ndoshta është e dhimbshme, por për të shkuar në psikiatri, në spital, të mbyllet aty, të marri mjekimet. I ka bërë mjekimet, ajo bën dhe në shtëpi, ka ndryshuar. Të gjitha këto që po më tregon një situatë goxha të rëndë, është e rrezikshme për jetën e saj. Kam çuar atje, unë atje më ka thënë gjë. Më ka thënë vajza gjuna për këto mjekime. Ato mjekime bën më keq ato. Pse, mbani vetëm në gjendje gjumi? Po. Vëlla një gjendje kështu. Tani ka ndryshuar mjekimet, kam një 6 muaj, vajza ka ndryshuar çdo gjë për shkollë, për gjëra, për gjitha. Se ato i mbani në gjendje kome. Ato më bën më keq ato më. Më thanë infermierët vajza, gjuna, që vajza jote kur e shtrova nuk është për këtu. Që është vajzë e zgjuar, vajzë e shkollës, nuk është nga këto. Është gjunat e Zotit që bie këtu. Kupton? Unë e kuptoj. Aja thoshte, o ma, nuk bëjmë mjekimin, bëj keq. Ja thosh gjithmonë këto. Edhe unë vetë takoj, ai doktori i jepte më thosh këto thosh gjithmonë. Ore nuk i bëjnë mirë këto. Japin dridhje, japin reaksion kur jap këto unë. Se dridhish, kuptoj që është reaksion kur dridhish. Kërkuar ndihmë përveç mjekëve, sigurisht bluzat e bardha që kanë dhënë medikamentet, ilaçet, mjekimet, sepse ka një diagnozë, sigurisht, por ke kërkuar ndihmë qoftë edhe nga bashkia e qytetit për shkak të situatës që ti ndodhesh? Bashkia aty në Orikum s'ka zemra, bashkia aty në Orikum është 0. Është 0, Orikum e 0 fare. Vlora ndroj një, është 0 fare,
bashkë Orikumit. As për një gjë. Zero. Edhe unë që kam arritur në vend tjetër të ndihmojnë. Kam parë ndihma e shpira, aty është zero fare. Unë ku kam ardhur në Orikum para 40 vite them, thash ku futa më në varr tash, isha. Ma mirë aty ku isha lindur, tash ku më futë burrë, ke futur në varr tash aty. Ti nuk punon e dashur Lulzime, sepse je 24 orë në përkujdesit të vajzës. Kam punuar në kone e Enverit. Në ferëm. Para viteve 90. Demokratisë kam punuar. Kam bajtu 10 vjet pleqët, nuk kam punuar, pastaj nuk më la buri, se kishte lokale aty, nuk më linte buri lokale. Pse nuk të linte burit punuar? Nuk do në tash, unë po të punoja do isha më mirë, do bëja 2 leka, edhe vajzën mund ta rregulloja, edhe vajzën mund ta merrja me veten punë, ta merrja edhe vajzën ta aktivizoje e qartë. Ta nxirja nga shtëpia, ishte më mirë. Ajo ri vetëm në shtëpi, mbyllur? Ajo me mua. Vetëm e ty? Me mua, rja. Nuk del, pra, le të themi në... Del, por nuk i pëlqen njerëzit atje. Gjithmonë, këta njerëz gjithmonë, son këta njerëz, një thot se s'vajte shkollë, një thot shu, janë, pse se mori ky, pse se mori dajo, pse se mori xhaxhaj, muhabetet janë shumë njerëzit egoistë atje. Nuk janë... Po për shkak të problemeve është e kuptueshme situata. Ajo i pret si je, ai mund t'i thot muhabetet, janë shumë njerëzit. Po pse e bulizojnë vajzën? Po janë njerëzit shumë ashtu atje. Unë jam rritur në atë familje, aty ku jam rritur s'kishte këto gjëra. Atje dëgjoj shumë në Orikum, janë shumë. Nuk e përkrahen e komunitetit. Nuk e përkrahen, por nuk janë njerëzit për të qenë atje. Ne jam ardhës, ata janë vendas edhe i ashtu këta njerëzit. Kur janë mirë, janë të mirë. Unë ta thash në fillim, kur bie keqja, bëjnë të keqe. Mirë, do jemi të dyja së bashku sot Lulzime dhe uroj që zëri juaj të dëgjohet nga kjo studio për të ofruar ndihmë për vajzën tënde, sepse e di që shpika jote e dobët dhe kur e shikon atë situatë është e dhimbshme. Ajo vetëm qanë, unë kam një dëshirë që ajo vajzë të qeshi si që ka qeshur ka qenë vogël. Ajo vetëm qanë, edhe unë qaj me asaj, unë kam qef që ajo vajzë të qeshi njerë, si që ka qeshur ka qenë vogël këtu. Ku e kam këtu? Më ke sjell fotot? Foton e vajzës. Ndërkohë që do e bësh gati atë foto dhe patjetër... Ajo ka qenë e vogël ka qeshur, na shi qanë. Ka qenë e vogël ka qenë e qeshur. Sa qenë shkollë që e qeshur ajo. Fluturonte, kërcente, vënte me shoqet, vinte ekskursione, vënte tani u mbyll një gjashtu brenda. Edhe u detyruar. Dhe lufta jote më e madhe është që ti kthesh buzëqeshjen vajzës tënde si dikur. Mirë, do jemi të dyja së bashku me shpresën që zëri juaj do dëgjohet dhe do të ofrojmë ndihmë e dashur Lulzime. Mirë, jemi rikthyer në studio dashur miq, ku ditën e sotme po sjellim një rrëfim të dhimbshëm të një nëne e cila kërkon ndihmë për të bien e saj që nuk realizoi dot dëshirën për të vazhduar studimet e larta në Tiranë, e përjetoi këtë gjë dhe sot kjo nën kujdeset për të bien dhe kërkon ndihmë. E dashur Lulzime, dua të pyes, si është një ditë e Mariolës? Mariolës natën nuk flë. Rizgjuar. Rizgjuar, shikon në televizor edhe radio, se telefonat i ka thyrë. Ajo nuk ka. Ja bien telefonat, i shikon, e i që dalin nga këto gjyra, thot e i thyen. Që dalin, lloj gjyra dhe që bëjnë mërzit e i thyen, këto gjyra, telefonat dhe ashtu. E qartë. Vetë unë kam. Edhe ditë natën zgjuar. Në mëngjes flë ajo, fillon flë në mëngjes. Ngrit në ora 10, ku ngrit pasaj, është e acaruar ngrit në gjumi. Ja përgatis mëngjesin, të gjitha e përgatis këto, të gjitha gati bëj. Ja përgatis mërzitet, fillon qanë. Ka një vit djali motrës që më ka vdekur, 23 vjeç. Edhe ajo e përjeton shumë keq se hyje deri, unë kisha si djalë atë. Nuk e kisha... Përjeton edhe humbjen e kushëririt, dhe kjo ndikon akoma... Unë e kisha djalë, nuk e kisha nip se më vinte gjithmonë. Vajza ishe vetëm dhe ai vinte gjithmonë. Ishte një djalë i dashur, një djalë e njëjtë të gjithë Oriku. Vjen keq që ke humbur një vit. Ishte një djalë shumë i ashtu, shumë i dashur, shumë fëmijë i mirë. E bëri Zoti aq të mirë sa iku shumë. Por vajza juaj i përjeton të gjitha? Ajo i përjetoi, se me thike e qelluan atë, në një lokal të Fierit, e qelluan djalin në lokal të Fierit. Edhe qa tani merë thikën e vetit e thika. Vras veten. Që dua veten? Ja Gjimo a shpëtoj, o Gjimo merëm dhe mua, i thot djalit motrës që vdiq. Merëm dhe mua, thot në vete, i thot. E vetit e thika, unë i mrapa, i fshej thikat unë. I eqin nxirë jashtë fare thikat, vetë kërkoj bënë i fshej equn andej. E vetit e thika, ashtu veten. Shumë, qa të them, o deta, qa të them, nuk, qa të them, situata... Ti mund të duke si ëndra, po unë i kam reali, i kam parasyve për... I përjeton çdo ditë. Gjithë. Dhe ta kuptoj gjithë... Të kisha punuar në kazëm,
edhe këshu mos e kisha punuar, nxirjet Orlek edhe të vajzën shumë mos kisha përfunduar. Të keqen më mi kisha punuar edhe ashtu, mos kisha përfunduar ashtu në këtë gjë. Një vajzë. Ne na ka arritur fëmijët në pritën e 7, po kare kemi që po nuk përfundojmë asnjë kështu, as në spital, as kështu, as në një vend. Punonim, vinim, sa po kishim në atë kohë në vetë, punonim, bënim. Nuk rinim mbyllë kështu. Është më e lidhur me ty apo me babain? Vajza. Ajo, tani, kur jemi bashk, anon dhe babaj, het nga babaj, her nga mamaja, anon. Fillim ka qenë me tjati, këthesh tjati, po unë i flisë e gjithmonë. Për që mami, jo, babit ka me gjë në qafë, jo kështu, po ja. Edhe me mua, po ja, mlatë shu, shokjet e mirë si janë, unë dhe isha me fëmi, jam vajze vetme, këshu, dhe ishti bëri gjysh e gjysh, u plakët e nuk bët gjysh e gjyshit, ja bën. Pra, ajo është për dëshirën që të kryoj familje në saj, por nuk është në gjendje për të patur një familje, apo për të ndjekur, kjo është një fatkeqësi, Në gjendje ati, në atë vënd ajo, në atë shtëpi ati, nuk është ajo, se ati ka përjetuar shumë gjëra. Unë ati kam qenë 10 vjet me gjiton, Konenverit. Kam 20 vjet ato shtëpit. Kam qenë 10 vjet me një baj në Konenverit, me gjiton. 10 vjet. Po, si ka qenë për të gjithë. Që dy familje jetoni në një shtëpi në atë kohë, por dua të them që vajza, me mënyrën se si ti po e përshkruan gjendjen e saj shëndetësore, nuk e do atje. Të shëndetit të saj mendor, ajo nuk është në gjendje, besoj që të ndjeki ëndrrën e saj, studimet e larta dhe pse kërkon libra, lexon libra. Po të dalë andin aurikumi, në shtëpi, në vendi andin, në shtreva bindin, ajo ndryshon komplet. Se është zgjuar, ka zgjurësi. Nuk është se merr vesh. E qartë, e kuptoj, për derisa ajo edhe pse është me medikamente, është në kujdesin e mjekëve. Po, ti punë në shosht ashtu. Ajo vazhdon të lexojë. Po, nuk është një vajzë me sheshkallë. Duket qartë dashuria që ka ajo për libra. Nuk do atje, as në shtëpi, se shtëpi nuk kam kushte. Lajmi me kanaçe. Robat i laj me dorë. Si nuk një as ti dush për t'u lajmë? Me kanaçe lajmi, e vajza mërzitet me kanaçe, qanë, me kanaçe. Kështu, edhe me kanaçe, robat i laj me dorë, pa lavatrice. Dritare e dhomës gjumit është me plasmas, vjen era. Dua një krevat flënë dhe unë si të shokit dalin ati reklam, fle dhe unë një si njeritët. Nuk i ka kushtet. Por pse keni përfunduar kështu? Po kështu se a i pi. Unë pa punë, vajza në atë gjendje mjekime, kështu kem përfunduar. Nuk e mundur do të flasësh me bashortin tënë që të paktën ai në këtë moshë nuk mund të punoj dhe të cilë të ardhura të ardhur si tani në familje me atë moshë që ka, por ndoshta të bëhet pak më i përgjegjshëm për vajzën. Ai është i smur. Doktori më tha për burrin që doj një vit spital, se s'është mirë në Arakia, doj një vit spital, ai s'vete asnjë ditë. Është i alkoolizuar. Po, është i thot këmës dora i nëshi. Unë i them është këma, i thot është dora. Në Arakia. Dhe ti e vetme të gjitha këto probleme, halli janë mbi shpatullat e tua. Vetë, miku të mirën, të ligën, dyqanin, në këtë, atë gjitha që ka familja, vetë, gjitha vetë. Dhe është e kuptueshme pse ndodhesh sot me mua në studio, pikërisht për këtë jetesë që ti bën e vetme, le të themi, në qytetin e Vlorës, më saktë në Orikum, me një vajzë me probleme dhe me një bashor që është i alkoolizuar. Më vjere rëndo dita që harita këtu, nuk kam dashur të vi këtu. Nuk do të ule vete që të thosh, kuptojnë, pra ndaj s'ka marrë, më ka rëndë. Unë jam e sigurt që çdo person që ule në atë karike nuk do dëshiron të kur të ishte pjesë e emisionit, por duke ditur që nuk ka më dyer të hapura, e shikon pa gjurmë si një derë që kërkon që zëri ti të dëgjohet. Nuk dua të lërdohesh. Më vjerën, se jemi rritur 7 fëmijë, e nuk kemi kërkuar kaq, me ato që kish vjerën, po. Vajza që më zos ashtu, kërkon gjithmonë shkollë e këto, thash, dale se tani mu zgjuat, thash. I dashur Lulzime, më lejo të bëj dhe një shkputje tjetër detyrueshme. Nuk është turp të kërkosh ndihmë. Më vjen, kam 15 vjet. Turp është kur bën turp, kështu që mos e merr fare. Turp s'kemi, dëgjoj, nuk e bër turp. Nizëm, s'kemi bër as turp, as vajza, ne jemi familje fukare me nder. Po njerëzit në njerë të bëjnë dhe me turp, po së vetë mbarë. Mirë, jemi rikthyer në studio dhe sinqerisht jam prekur nga historia që dëgjova sot, jeta jote e dashur Lulzime. Nuk kemi shumë kohë në dispozicion, por padyshim që do ta mbyll me një mesazh
që ti do përcjellësh nga studio e emisionit pa gjurmë, për gjithë ata që janë duke na ndjekur? Po, unë kam një mesazh, megjithëse mbrita deri këtu, hallen që kam kaq vjet, që vajza më ngeli pa shkollë, ajo nuk e do atë vend atje, në Orikum. Atë vendin nuk e do në Orikum, atë shtëpinë nuk e do të ri atje. Po ju s'keni mundësi që të lëvizni? Po, s'kemi mundësi, ajo s'ka dashur kurrë, ajo thoshte të ikja ndej, mësova, prandaj u lodha, që tu hiqja dhe ju vendej, se po punoni me lopat, t'ikja në vend tjetër, nuk më pëlqen ai vend. Edhe shkollën e do shkollën. Por ndoshta në situatën në cilën ndodhet vajza, mund ta ketë të pamundur të vazhdoj studimet, por ndoshta ndonjë kurs të vogël për të gjetur një vend pune, për t'u aktivizuar dhe për t'u bërë, le themi, një vajzë e qeshur si dikur, për të vazhduar jetën. Po, edhe kjo, ja edhe me këto jam, do të thoshja e këto. Dua dhe unë ta bëj mesazhin që kushdo që është duke na ndjekur për të na ndihmuar për Mariolën, 35 vjeçare nga Vlora, për t'i ofruar një kurs apo qoftë si një punë part-time për ta ndihmuar, për t'u aktivizuar, për të qenë pranë kësaj vajze, e cila ditën e sotme ka nevojë për ndihmë dhe të bëhemi të gjithë bashkë për ta ndihmuar. Ja bien, ndryshoj ja bien. Unë të falenderoj që të pata në studio. Faleminderit ty. Ne do mbetemi bashkë në kontakt. Uroj të bëhet më e mira për Mariolën, të uroj fat për vajzën dhe qofsh një nënë e lumtur, dhe sinqerisht faleminderit për tufën e luleve dhe për flamurin që ditën e sotme masove në studio. Ti je shumë e mira, edhe unë gjithmonë të kam dashur, të shikoj gjithmonë e të dua, ose i staf o dua, e them ti e nën Tereza e je shumë e lodhur. Je shumë e lodhur me këtë punë që ke, po e bën shumë bukur, e bën shumë mirë, e Zotit të dhënë fuqi, edhe fëmijët, edhe të gjithë të tërë atë që ke të jetës. Faleminderit dhe sinqerisht më vjen mirë që ka njerëz që arrit ta kuptojnë. Të qeshësh gjithmonë, të qeshësh, mos qesh puna ime, vajzë. Të falenderoj. Mirë, kemi ardhur në fund dashur miq dhe për ditën e sotme. Unë ju falenderoj që ndurat me mua deri në fund të programit. Ne bashkë do ritakohemi sërish, ju e dini, unë jam çdo ditë live ora 16 këtu në ekranin e Report TV-s. Bashkë mirupafshim.